Prova do të flasim më shumë për helmimet, virozat që prekin traktin gastrointestinal gjatë sinës së verës, konkretisht për shkak të kontaminimit të mundshëm të ushqimit, por edhe temperaturave të larta. Është shumë e rëndësishme të marrim informacionet e duhura dhe këshillat e duhura në mënyrë që të mbrojmë shëndetin tonë dhe të mos jemi pre e këtyre problemeve shëndetësore të cilat din të jenë edhe mjaft serioze. Për diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë që me mua në studio është specialisti i mjekësisë familjare, doktor Rushit Ismaili. Doktor, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjej. Shumë e rëndësishme, u shqetësuam shumë me numrin shumë të lartë në fakt të personave që u helmuan ditët e fundit nga konsumimi jashtë shtëpisë, pra në fast foodet të ndryshme, kryesisht aty e kemi parë me vitet të tëra që din të sjellin pra problematika të tilla shëndetësore, pra këto fast foodet, ushqimet e shpejta që din të bëhen në gjatë verës, të konsumohen gjatë verës, por që janë shumë lehtë të kontaminueshme, pra nëse nuk kemi një higjenë të mirë ose një mbajtje të mirë të ushqimit në bazë të kushteve që kërkohen. Doktor, do doja të na njoftonit pra cilat janë ato themi problematikat që din të jenë më prezente gjatë sinës së verës, më të ndjeshme në mënyrë që ne të jemi të kujdesshëm që të mos bim pre këtyre problemeve shëndetësore. Ne gjithmonë kemi pasur probleme gjatë sinës së verës, po jo gjatë sinës së verës, gjatë tërë vitit kemi probleme të saktuara shëndetësore, ne do të kemi kujdes për dietën gjithmonë, edhe një dietë e shëndetshme na bën edhe që të jemi më të fortë në aspektin imunitar, edhe që të përballojmë problemet tona shëndetësore dhe problemet me infeksione. Mirë, po kur është fjala për sinën e verës është pak më e ndjeshme. Më problematike. Më problematike, pasi që temperaturat e larta mund të ndikojnë që të zhvillohen bakterie, të zhvillohen mikroorganizmat të ndryshëm, parazitat që shkaktojnë infeksione. Kanë filluar të paraqiten raste të tilla me këto probleme të kësaj natyre, doktor, në qendrat e mjekësisë familjare, sepse kjo është adresa e parë në fakt që ne trokasim kur kemi të lashë shëndetësore. Sigurisht që kujdesi parësor shëndetësor është pika e parë me pacientin, edhe ne kemi pasur edhe gjatë ndërrimit të ditës, edhe gjatë ndërrimit të natës, pacientë që kanë kërkuar shërbime shëndetësore. Edhe këto nuk kanë të bëjnë gjithmonë patjetër me helmimet me ushqim. Disa mund të kenë edhe probleme tjera shëndetësore, mund të kenë edhe probleme të cilat janë të ndërlidhura me luktin ose infeksionet me virus. Mirë, po gjatë verës e thash që kontaminimi i ushqimit është pak më i ndjeshëm edhe kemi numër më të rritur të pacientëve. Në shpesh mund të ngatrojmë edhe simptomat ose të vonohemi për të kërkuar ndihmë me preteksti që mund të na ketë munduar diçka, është çështje ndoshta e temperaturës, ndoshta kemi tepruar me konsumimin e ushqimit dhe shpesh dim të neglizhojmë simptomat. Do doja të na informoni, doktor, rreth simptomave në rast se një ushqim pra ka qenë i kontaminuar, pra mund të ketë shkaktuar një helmim, cilat janë ato simptomat dhe ku dallojnë ndoshta nga një viroz që prek traktin gastrointestinal, sepse din të jenë simptoma shumë të ngjashme. Ndonjëherë është edhe vështirë të dallohet se cila është viroza, cila është helmimi. Mirë, po në shumicën e rasteve janë simptomat të thjeshta. Tani ne kemi lajme ashtu alarmuese se ka ndodhur helmimet, edhe sigurisht që ka pasur të tilla. Mirë, po gjatë sinës së verës ne gjithmonë kemi probleme me helmimet në ushqim. Kur është fjallë se si ta dallojmë njërën nga tjetrën, shumica janë të kalueshme vetë, kështu që në qoftë se ne kemi një kujdes minimal për veten, pim sasi të mjaftueshme të lëngjeve, çaj, ujë, supë, kjo kalon vetvetiu. Mirë, po në qoftë se këto simptome përsëriten, atëherë sigurisht kemi një problem më të madh shëndetësor, sidomos nëse vjellja është e vazhdueshme, nuk qetësohet me barnda të zakonshme, edhe nëse kemi vjellje, mundim, pastaj marramendje, djersitje, kjo kërkon një vëmendje më të veçantë nga mjeku dhe ne në qendrat e mjekësisë familjare bëjmë një gjë të tillë. Patjetër, domethënë thash dera e parë është qendra e mjekësisë familjare dhe pastaj nëse identifikohen pra raste të helmimit, përcjellen rastet në klinikën infektive apo si veprohet më tutje? Në shumicën e rasteve ne jemi në gjendje që të ballafaqohemi me këtë numër të pacientëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore për çështje të helmimeve, për çështje të virozave. Janë raste të rralla kur ne i referojmë. Edhe këto raste janë kur nuk ka bërë punë terapia e zakonshme.
e di që pacientët tonë kërkojnë infuzione, edhe ne me raste caktuara dhe japim këto. Mirë, po shumica mund të mjekohen fare mirë me lëngje orale, që merren përmes gojës, ose është kjo tretësira e cila përdoret ORS-ja, e cilat e njohin njerëzit. Janë lloje të ndryshme të probiotikëve, të cilët pastaj e rregullojnë atë që themi florën normale bakteriale. Mirë, po këtë njerë pacientët alarmohen edhe pastaj kërkojnë edhe infuzione, pastaj edhe kërkojnë që të shkojnë në qendër klinike universitare. Ne me rast edhe i referojmë, mirë po, them që shumicën e pacientëve jemi në gjendje që të mikojmë aty ku jemi në qendrat e mjekësisë familjare. Tani, sa i përket pra mikimit, dim ndonjëherë kur kemi të bëjmë edhe me themi helmime që din t'jenë më numër më të madh të rasteve, janë të menaxhueshme dhe këtu nga qendrat e mjekësisë familjare, Në qoftë se ka ndodhur raste të helmimeve në ushqime, siç po raportohen, edhe është shumë e mundur që të ndodhen, sepse njerëzit ndonjëherë ushqejnë edhe jashtë shtëpisë. Këshilla që jepim ne është që të jetë një dietë e pasur me perime, edhe me fruta të lara me kujdes, të hequr pjesë të kalibrat të tyre, të konsumojnë sasi të mjaftueshme të ujit, edhe kjo bën që më lehtë pastaj të ballafaqohemi me çështjet e helmimeve. Mirë, po nëse ka ndodhur në një vend të caktuara, unë nuk dua ta etiketoj ndonjë vend të caktuar, sepse gjithë bëjmë biznesin e tyre. Mirë, po ndoshta këto fast foodet janë pak më të ndjeshme, pasi që mënyra se si përgatitet ndoshta edhe nuk është në mënyrën më të duhur higjienike, edhe ndodh që kjo të shkaktoj helmime. Në këto raste, qendrat e mjekësisë familjare nuk është që nuk ofrojnë ndihmë për këto. Mirë, po nëse ka ndodhur një helmim, ndoshta është klinika efektive, pastaj që merret me to për shkak se ndërlidhet edhe me inspektoratin shëndetësor që e verifikon nëse ka ndodhur një helmim në ndonjë pikë të veçantë ushqimore. Do me thënë, doktor, mund të identifikohen pra edhe raste të tilla kur ju merrni një numër shumë të madh pacientësh po e zën brenda një dite që kërkojnë, janë me simptoma të ngjashme, kërkojnë ndihmë. Ju ka ndodhur pra që të keni ato dyshimet e juaja që po bëhet fjalë për një helmim që vjen nga jashtë dhe pastaj ta raportoni atë, si veproni në situata të tilla, për shembull, jo vetëm nuk po e marrim shembull këtë vetë ose rastin që ndodhi dje, por në përgjithësi kur ju vjen një numër i madh i përnjëhershëm i pacientëve me simptoma të njëjta, raportoni rastet e tilla, i njoftoni organet që merren pra inspektoratin shëndetësor, këto që ndoshta do duhet bëhet një inspektim më i mirë përpara se nga po vinë këta pacient me këto simptoma të ngjashme. Si veproni realisht si ndihmë e parë themi? Atëherë, nëse marrim se ka ndodhur një pacient i cili ka vjellje dhe brakëqitje, ne gjithmonë kemi konsultimin me ta se kur ka ndodhur dhe si ka ndodhur, edhe e vlerësojmë shkallën e problemit të këtij pacientit, që ne themi shkallën e dehidrimit, të humbjes së lëngjeve. Them të drejtë që shumicën e rasteve nuk është që pacientët janë të dehidruar ose që kanë ndonjë problem të madh. Sa i përket raportimit, ne kemi të obliguar dhe me ligj, ne kemi edhe sistemin informativ shëndetësor dhe kohëve të fundit është diskutuar shumë për këto, edhe jemi shumë koshient që çdo pacient ta regjistrojmë në sistem, përveç asaj ne raportojmë edhe në formë të printuar, në formë të shkruar, çdo pacient regjistrohet në sistem, çdo pacient shkruhet në formë të printuar dhe dërgohet në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Kështu që të dhënat që vjen pacienti është se ku ka ndodhur, ata vetë raportojnë, nëse ky helmim, ta themi helmim ose vjellje brakëqitje, që mos ta specifikojmë helmim se ne nuk e dimë saktë se çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur në shtëpi, ka ndodhur në punë, ka ndodhur në restoran, edhe këto dhëna ne i shohim në mënyrë automatike në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Nëse diçka ka ndodhur në mënyrë sistematike, ta zëm ka ardhur një pacient, edhe ne i pyesëm ku ka ngrënë, edhe thot jashtë qytet, ndonjëherë edhe në mënyrë specifike e kemi ngrënë se ku ka qenë ai vend, edhe nëse thot i njëjti vend, mos dua ta përmend një vend të saktuar, sepse mund të ndodhë çdo kund, atëherë ne themi se diçka po ndodh edhe e raportojmë edhe këtë rast Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik ose edhe klinikën e efektives që në mënyrë specifike se kjo situatë po ndodh në një vend të saktuar. Doktor, duhet jemi shumë të kujdesshëm se cili prej nesh gjatë këtyre temperaturave, gjatë
toksina së verës, sepse janë më prezente pra almimet, kontaminimi i ushqimit, por tek cilat ushqime më specifikisht duhet jemi më të kujdesshëm gjatë verës? Cilat janë ato ndoshta me një dozë më të lartë rreziku për tu prishur, për tu kontaminuar, nëse nuk mirëmbahen siç duhet ose nëse nuk përgatiten siç duhet? Çka ndoshta më mirë është që të largojmë ose të mos e konsumojmë shpesh gjatë verës në mënyrë që mos të kemi një dozë risku ose rreziku për ndonjë themi ose helmimi është i fundit, po ndoshta edhe ndonjë mundim ose ndonjë problem tjetër shëndetësor për shkak të konsumimit të atij ushqimi, sepse ushqimet e rënda dim që verës din të japin një mundim nëse i konsumojnë. Baza e promovimit shëndetësor në kujdesin shëndetësor në mjekësi familjare është edukimi i pacientit për një ushqyerje të drejtë. Edhe ne me gjithmonë i kushtojmë rëndësi që të japim informacion të mjaftueshëm që të ushqejnë në bazë të perimeve dhe frutat janë ato të cilat janë burimi kryesor edhe i energjisë dhe i imunitetit. Mirë po, në të njëjtën kohë, gjatë verës janë edhe burimet e infeksioneve, se në qoftë se janë të dëmtuara, të kalbura, të palara si duhet, ato edhe mund të transmetojnë infeksionin. Mirë po, gjithmonë themi që të shmangin ato ushqime të cilat kanë shumë kripra, shumë ynyra, shumë sheqerna. Tash në mënyrë specifike, në qoftë se flasim për vendet ku servohet ushqimi shpejt, ato ndoshta hamburgeret, edhe ndoshta sandviqet, edhe ndoshta ato soset që përdoren, nuk janë ushqimi edhe në aspektin dietetik, edhe në aspektin e shëndetit e të shtimit të peshës nuk janë të duhurat, kurse gjatë verës kanë pak tendencë që të kontaminohen dhe të shkaktojnë vjellje, barkëqitje, jo gjithmonë edhe ato që the vjellje, barkëqitje, po dhe probleme me lukthë, dhe mundim, ndjenjen e mundimit edhe ndjenje paratis edhe ndjenjen nga njerë dhe dikon edhe në shtimin e peshës këto ushqime, kështu që në qoftë se flasim për dietën, dhe do të flasim shumë, një dietë e pasur me perime, me sasi të konsiderueshëm të frutave, jo të përuara, edhe duhen edhe sheqerna, duhen edhe yndyrnat, po në sasitë e moderuar është mënyra më e mirë e të ushqyerit. Në që flasim se si do të ushqemi, është më së miri në shtëpi, më së miri të përgatisim aty, më së miri është të marrim ushqimin nga shtëpia në punë. Akoma nuk ekziston një kulturë e tillë në shoqërinë tonë, ndoshta ndonjëherë kujtohet që është një sjellje jo e duhur, është dikush dihet keq që merr ushqimin nga shtëpia, mirë po ushqimi i përgatitur gjatë verës, më e sigurt. Më e sigurt. Tash unë nuk dua të them në mënyrë ekstreme që mos shkojmë në për restorane, të mos ushqejmë në vende tjera, sepse edhe atje kemi nevojë të dalim ndonjëherë dhe të argëtohemi pak edhe të kalojmë një kohë të mirë. Mirë po baza ushqimit do të jetë e shëndetshme dhe e gatuar me kujdes edhe me dashurinë në shtëpi tona. Patjetër. Ndërkaq një këshill të fundit, doktor, gjatë këtyre temperaturave të larta, mundësisë ndoshta për të pasur mundime gjatë ushqimit, çka na rekomandon, domethënë sa i përket të suplimenteve, rekomandohet ndoshta të përdorim gjatë kësaj periudhe edhe probiotik apo më shumë lëngje, çfarë na këshillon për fund? Si themi se të kem një mesazh për shikuesit e televizionit të Dugaxhin është që ne duhet të gëzohemi edhe stinës së verës sepse ka shumë gjëra pozitive në stinën e verës, kemi rrezet e diellit, të cilat nëse zgjohemi herët në mëngjes me një pozitivitet na jepin edhe krijimin e vitaminës D, e cila është shumë e rëndësishme për imunitetin ton, për forcimin e eshtrave. Tjetër është që ne duhet të kemi kujdes për ushqimin ton, në mënyrë që të përgatisim ushqim të shëndetshëm, edhe që ta lajmë atë para se të ushqemi, edhe që të pim sasi të mjaftueshme të lëngjeve. E kam fjalën për lëngje të pa sheqer, për çaj, ujë, supë, të konsumojnë sasi më të madhe të ujit se sa ditëve të tjera, se sa stineve të tjera, edhe në këtë mënyrë edhe e ndihmojmë organizmin tonë që të jetë i hidratuar, edhe ndihmojmë që imuniteti jonë të jetë i mirë. Sa i përket suplementeve,
në qoftë se dalim në diell, në qoftë se marrim sasi të mjaftueshme të perimeve, në qoftë se ham sasi të moderuar, jo të tepruar të frutave, nuk kemi nevojë për suplemente shtesë. Mirë po, së të flitet shumë për suplemente, edhe ndodhë do njëherë që njerëzit e të projnë duke marrur sasi suplemente nga burime të ndryshme, edhe aty pastaj e të projnë me vitamin D ose me lloje tjera të vitaminave, një dietë e balansuar, një aktivitet fizik në rrezet e diellit në orët e hershme të mëngjesit, na mëson që të kemi pothuajse të gjitha llojet e vitaminave. Po nëse duhet të marrim në sasi të moderuar. E njëjta gjë për probiotikët, ne kemi probiotik natyror, për shembull kose ose jogurti. Nëse kemi vjedhje dhe barqitje, atëherë mund të marrim edhe kështu suplemente shtesë probiotik shtesë nga këto të cilat ne jemi të njohur dhe pacientit i din. Doktor, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën tuaj, për gjitha këto informacione dhe këshilla shumë të nevojshme, sidomos në këtë stin të verës. Faleminderit shumë. Ju falenderoj juve dhe ju dëshiroj një ditë të mbar. Faleminderit shumë. Tani në fakt nga kjo temë do të kalojmë në një diskutim tjetër, do të kalojmë tek zhvillimi